Pas mbledhjes së presidencës së Vlenit të mbajtur mbrëm është marrë vendim që përfaqësuesit e saj në qeveri të jenë figura që sjellin energji të re, përgjegjësi dhe përkushtim në shërbim të qytetarëve. Kështu për postin e ministrit të drejtësisë propozohet profesori universitar Jeton Shasivari, ministër për marrëdhënie ndërmjet bashkësive propozohet Agon Ferrati, ndërsa për ministër të kulturës dhe turizmit propozohet Sedat Sulejmani. Në përbërjen e re qeveritare vazhdojnë të ushtrojnë detyrën Bekim Sali si zëvendës kryeministër i parë dhe ministër për çështje europiane, Besar Dormishi si ministër e ekonomisë dhe punës, si dhe Muhamet Hoxha si ministër i mjedisit jetësor dhe planifikimit hapësinor. Vendosëm që të nominojmë emrat për ekzekutivin e ri, duke filluar nga Ministria për marrëdhënie midis bashkësive, të cilën do udhëheq Agon Ferrati. Ministrinë e Drejtësisë do udhëheq profesori mirënjohur universitar Jeton Shasivari, Ministrinë e Kulturës dhe Turizmit Sedat Sulejmani, ndërsa në ekzekutivin e ri do vazhdojnë të qeverisin dhe të menaxhojnë dikasteret e njëjta, zëvendës kryeministri i parë dhe ministër për çështje europiane zoti Bekim Sali, Ministër i ekonomisë dhe i punës zoti Besar Dormishi dhe Ministër për ambientin jetësor dhe planifikim hapësinor, po Ministri i ekologjisë zoti Muhamet Hoxha. Me këtë ekip Vleni konfirmon një gjithëpërfshirje, hapje ndaj kuadrave më kualitativ në shoqërinë tonë për ta shtuar për një dinamik të re në implementimin e premtimeve programore dhe premtimeve zgjedhore, krejt kjo në funksion dhe në interes të qytetarit dhe votuesve. Vlen, siç thuhet në komunikat, vazhdon me vendosmëri rrugën e ndryshimit duke sjellë energji të re, kuadro profesionale dhe një qasje të përgjegjshme në qeverisje. Me këtë ekip, siç thuhet, Vlen rikonfirmon përkushtimin për reforma, zhvillimin dhe përfaqësimin dinjitos të interesave të qytetarëve.